pak përjambaj gajlin komunës Prishtinës, që do të me hy me i renovu ndërtesat, se ka shumë ndërtesat ish Jugoslavisë, kërë qytet për shumë. Që do të me intervenua me... Pa dyshim me komunën e Prishtinës, ju të regova, ne kemi edhe marrëveshje për shpunime, edhe bashkë me komunën, po edhe me vendin tonë, edhe me qeverinë të ardhmen, na duhet me radhit cilat janë projektet me prioritet të rëndësisë së parë, si vend, monumentet historike që i kemi, nëse ato i trajtojmë si të tilla, na duhet me pas kujdes që ato të jenë stabile, të qëndrueshme, ma ne objektet publike që i kemi janë shkollat, janë spitalet, janë ku mbledhen shumë njerëz, edhe ato duhet t'i kemi të qëndrueshme, stabile dhe të jenë në gjendje t'i përbijnë ose t'i plotësojnë funksionin çfarë kanë, po edhe pse jo edhe zona tjera që kanë objekte banimi shumë, sidomos zonat e vjetra që kanë objekte të ndërtuara në vitet e hershme të 1900-s, domethënë 1918, tutje 1940, që kemi kogja. Se po shoh që erdhëm në fund, po prapë du me u kthy te konferenca e tretë e cila do të mbahet, ku edhe domethënë kur po e dim, 15-18, po ku do të mbahet, se ka sigurisht vizitorë që kanë dëshirë me bëu pjesë edhe me pa. Ne konferencën e organizojmë në ambientet e fakultetit tonë. Pra, ambientet i kemi shumë të mira, kapacitet kemi, dhe në ato ambiente duhet të organizohen prezantimit të ligjëratave. Në ditën e parë të dytë organizohen seanca plenare, domethënë prezantim plenar i përgjithshëm. Në ditën e tretë, me datën 17, organizohen seanca paralele të fushave të veçanta. Që gjithsej konferenca i ka 112-13 abstrakte, janë punime shkencore, punimet të publikuara deri më tash ose të adresuara tek ne janë diku rreth 50 dhe kemi shumë postera. Po ka edhe aktivitete tjera që janë shumë të rëndësishme, si aktivitete shkencore të arritura të njerëzve që i kanë nëpër botë.